Jam në vendbanimin më të vjetër liqenor në Europë, thuaj se 8-9.000 vjeçar në zonën e Linit në Pogradec. Jam eksaktësisht mbi gadishullin e Linit. Në këtë djathtën time përballë kamerës kam fshatin e jashtëzakonisht bukur të Linit, i vetmi fshat ku shtëpitë dalin direkt në liqen, pra dyert e mbrapsht të shtëpive dalin në liqen dhe jo te komshiu, me xhami dhe me kish dhe me një pamje spektakolare. Në anën e Majtimen ose në anën lindore të Gadishullit është një prej pjesëve më të rralla dhe më të bukura të zonës së Linit e pazbuluar. E gjithë linja është ansambël i UNESCO-s, pra është zonë e mbrojtur nga UNESCO, ndërkohë që vetë Lini ka marrë statusin e ansamblit urbanistik të mbrojtur. Është pjesë e UNESCO-s. Lini, Driloni dhe linja e liqenit të Pogradecit duke u bërë siti i 4 i UNESCO-s Shqipëri, mbas Butrintit, Beratit, Gjirokastrës. Është zona e 4, është njëkohësisht i famshëm mbi të gjitha për faktin që një ekspeditë zvicerane e certifikuar nga Universiteti i Bernës dhe në pasi bërë lajm botror e ka kualifikuar si zonën më të vjetër të banuar liqenore në Europë. Pa kompar, këtë status e mbante një zonë Kastoria të Greqisë, ndërsa sot kjo zonë këtu, në fakt vendbanimi eksakt është pak më tutje, është zona më e vjetër e banuar liqenore në Europë. Një status tashmë zyrtar dhe i certifikuar. Nga Lini, një prej fshatrave më të bukur në Shqipëri, zonë e mbrojtur e UNESCO-s dhe njëkohësisht një fshat në liqen spektakolar. Lini i Pogradecit, jam Gadishull me fshatin poshtë.